Më 4 qershor të vitit 1966, Hoxha arrestohet dhe në shtator të atij viti dënohet plot 23 vite e 5 muaj burg. Akuza që ju ngarkua atij ishte tradhti ndaj adheut mbetur në fazën e përgatitjes, agitacion e propagandë kundër pushtetit popullor. Hafizi edhe në burg e mbante fenë. Mbesa e tij Yusri Koçi tregon për sakrificat dhe vështirësitë e mbajtjes së fesë në burg. Hafizi kishte agjëruar në mënyrë të fshehtë për plot 21 vite, vetëm me një kokër qep në xhep dhe një gotë kauçuku në të cilën zinte kos me qumshtin që i jepnin kundër helmit. Ai kishte gjetur një hapësirë bosh në mes të banjove, ku shkonte çdo ditë për të falur, larg syrit të gardianëve të burgut dhe shokëve të qelisë që prisnin të spiononin dikë për të marrë një shpërblim. Hafizi ishte 45 vjeçar kur hyri në burg, ndërsa 65 vjeçar kur doli prej tij. Në burg saktësisht ka qëndruar 20 vite, 4 muaj e 18 ditë, ku gjithçka kishte provuar, por asnjëherë të vetme nuk ishte dorëzuar. Në burg ishte përballuar me provokime, tortura, punë të rënda fizike, mirë po kishte qëndruar burrërisht ashtu siç takon një besimtari. Mirë po nuk mjaftoi vetëm burgosja gjatë e tij, pasi psoi edhe familja e tij dhe të afërmit. Edhe ata psuan dhe kjo ishte një praktikë që sistemi monist e ndiqte për dënuar edhe familjarët e të akuzuarë. Pastaj filloi një epokë e errët për Shqipërinë. Viti 1967 shënon vitin kur feja filloi të luftohet. Më 6 shkurt të vitit 1967 është data kur de facto feja ndalohet nga regjimi komunist. Partia e Punës madje e shpalli Shqipërinë si vendin e parë ateist në botë, duke vendosur ndalimin e besimit fetar në kushtetut dhe vendosjen e dënimeve për pjesëmarrje në ceremoni fetare dhe posedim të librave fetar.